Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës Gaforres. Do bëjmë leximin e vitit 2026 dhe shikoni që kam në dorë një timian, që është timian i bekimeve të dashur. Nga janari dhe deri në dhjetor, qofshi të bekuar të dashur Gafor. Bekime paqi në shëndet, në dashuri, në ekonomi, bekime paqi në familje, në zhvillimin e juaj personal, në zhvillimin e juaj profesional, qofshi bekuar gjithë vitin të dashur Gaforë. Si që shikoni, kam ndarë 12 letra për secilin muaj nga një. Atë që do them do ndodhë në janar, shkurt, mars, prill, mund të ndodhë në shtator, në dhjetor, apo e kundërta. Të them do ndodhë në dhjetor dhe do ndodhë edhe të ndodhë në fillim. Kjo do varet nga fokusi juaj, do varet nga veprimi dhe çfarë do jetë prioritare për ju, apo me rëndësi. Do i marrim 2 e 2 nga që letrat janë të ndëlidhura njëra me tjetër për t'i lidhur gjitha së bashku. E shikoj që Gaforja po hyn në këtë vit kogja emocionalisht kërkoj ndjes e mbushur, por është shumë e lodhur. Ka dhënë shumë për të tjerët, ka pritur gjërat të kthehen në të njëjtën mas, por shpesh është ndjer e pavlerësuar Gaforja. Dhe 2026 nuk është vit për të fshehur pas kësaj ndjeshmërie, është vit për pjekuri emocionale. Pra, ky vit që po vjen po ju pyet, drejt për drejt, ku po jep më shumë, se sa po merr. Janari dhe shkurti të dashur, janari dhe shkurti është 3 të kupës dhe 6 të monedhës. Ja ku I keni këtu. Viti nis me njerëz për rreth, shoqëri, komunikim, familje dhe nevojë për një lloj balance. Nevojë për një lloj balance. Gaforja kërkon barazi, qoftë në dashuri, familje, miqësi, punë. 6 të monedhës tregon qartë që këtë vit nuk pranon më marrëdhënie ku vetëm njëra palë jep. Dhe ju e keni kuptuar që s'duhet vazhduar marrëdhënie ku vetëm ju po përpiqeni të mbani gjallë atë lidhje, atë situatë, apo çfarë do lloj gjëje të jetë. Mars dhe prill të dashur Gaforë është, vetëm të rregulloj këto, është 7 të kupës dhe 4 të kupës. Dhe kjo është ajo që tregon për hezitimet e juaja dhe kjo është periudhë futimi emocional. Gaforja ndihet e pakënaqur, e pavendosur, e mbi ngarkuar me mendime, po sikur të bëja kështu, çfarë të ndodhte, po sikur të ndodhte kështu, kështu me radhë. 7 të kupës sjell iluzione, paksa këto utime, dhe zgjedhje të gabuar nëse vendosen nga frika ose nga ëndra boshe, ta them dëshira boshe. Mos e idealizon njerëz apo situata të dashur Gafor që realisht nuk po të ofrojnë asnjë siguri, qoftë dhe në atë marrëdhënie të dashur. Maj dhe qershor është perandoresha dhe ylli, që të dyja kogja letra të forta të dashur, kogja letra të forta. Këtu vjen shërimi. Gaforja rikthehet tek vetja, tek vlerat personale, tek kujdesi për trupin dhe shpirtin, dhe ylli sjell shpresë reale që s'ka të bëj
asgjë me këto iluzionet që janë këtu. Kjo është momenti kur gaforja kupton që nuk ka nevojë të shpëtoj askënd për të qenë e dashur, nuk ka nevojë të gjendet gjithsekush për të dashur. Absolutisht do ta kuptoni që ata që ju duan, do ju duan, sido që të jeni. Pra, vendos veten prioritet pa u ndjer fajtore, të dashur gafor. Vazhdojmë me korrikun dhe gushtin, që është 0 dhe kulla. Të dyja kanë në shojnë zjarrit, të shikoni si janë të zjarta në një ngjyrë të kuq rremtë. Kjo është një pikë forte e vitit të dashur. Letra 0 flet për një hap të ri, një epokë të re, por kulla tregon se që diçka është po shëmbet përpara se të nis ajo e reja. Kjo duhet kaluar. Një gafore që ka toleruar, një gafore, ta marrim këtë shembull, apo një gafore që e ka arsituar partnerin e vet, një gafore që ka punuar jashtë mase në punën e saj dhe kur nuk është vlerësuar, një gafore që ka dhënë dhe asgjë s'ka marrë. Kjo është ajo epoka e re, 0-ja që po e fillon, por duhet të shëmbët kjo një herë. Kulla tregon që pra të shëmbët diçka para se të nis diçka e re. Mund të jetë një fund ndoshta i papritur të diçkaje, mund të jetë mendimi juaj, besimi juaj, zbulimi i së vërtetës, ndryshim që nuk e ke kontrolluar dot. Kjo nuk ndodh për të dëmtuar asnjëherë gafore dhe nuk do të dëmtoheni, por për të çliruar nga ajo që nuk ka më bazë dhe nuk qëndron dot në këmbë një kullë që është duke u luhatur. Ta them kështu. Shtator dhe tetor të dashur gaforë, kemi asin e monedhës, kemi 4 të shpatës. Këto shëmbje dhe ndërtime absolutisht na bëjnë të ndjemi të lodhur, të argjuar pak emocionalisht. Pas tuhisë vjen qetësia. Asi monedhës është sjell mundësi reale, punë, stabilitet, fillim konkret që mund ta prekësh dhe ta shijosh. Por 4 të shpatës kërkon pushim dhe rimëkëmbje. Duke parë këto çfarë ka ndodhur, nga kjo kullë nuk është që ndodh dhe nuk na prek asgjë kundi, absolutisht dëmtohemi në kuptimin e asaj që gjitha investim çfarë kemi bërë në një person apo në një situatë po largohet sikur s'kemi bërë asgjë, po shëmbet, prishet. Por dhe kjo mund të ndihet një lodhje e tillë të dashur gafor, jo më shumë se aq. Por 4 të shpatës, siç thash, shikoni të lodhur këtu, është një pushim që do ju bëj të rimëkëmbeni, që të mund të ndërtoni. Mos u ngutë, merr kohën tënde gafor për të shëruar dhe për të filluar ndërtimin e asaj që do dal nga dal për kësaj radhe shumë më të sigurt nga ajo që ishte më përpara. Pra, nëntori dhe dhjetori kemi 2 të shkopive dhe perandorin, që kemi dhe perandorëshën këtu, të dashur gafor. 2 të shkopive dhe perandori viti mbyllet me qartësi të madhe. Tani unë po them viti mbyllet, ju do thoni, deri në vitin, jo. Varet çdo gjë se si do i merrni gjërat ju t'i drejtoni. Sa më shpejt, aq më mirë, por nuk është nevoja të ngutet për asgjë. Viti mbyllet pra me qartësi dhe kogjan një strukturë. 2 të shkopive tregon plane për të ardhmen, ndërsa perandori flet për kontroll të shëndetshëm, kufi dhe siguri të dashur gafor. Gafora po mëson të mos drejtohet më vetëm nga ndjenjat,
por edhe nga arsyeja. Dhe 2 letrat shtesë që kam vënë këtu të dashur Gafore janë: e para, të kërkosh shumë nga vetja dhe nga të tjerët është ndoshta më shumë nga vetja juaj. 2026 do të mësoj që perfeksioni nuk ekziston, por përputhja po. Dhe këtë duhet mbajtur ndërmend. Asgjë nuk ka perfekte, por përputhemi me situatën apo me personin. Dhe ajo që ju thash gjithë leximin, fillimet të reja që po vinë, por gjithmonë vetëm nëse lë pas atë që të mban lidhur me të shkuarën, do të thotë në atë çfarë keni qenë, pra në atë çfarë do të ndërtoheni. Mos e merr të shkuarën me vete në të ardhmen e juaj, të dashur. Ky vit nuk të kërkon të jesh më e fortë, të kërkon të jesh më e ndershme me veten tënde. Pra, çfarë ja vlen dhe çfarë s'ja vlen në vitin që jemi duke u futur. Ju kogja keni marrë mësime dhe keni parë në vitin që jemi duke e lënë, dhe koha është për ta rregulluar atë dhe t'i marrim gjërat në duart tona. Të dashur Gafor, qoftë një vit i mbar për të gjithë ju.